Oborin e shtëpisë e ka të mbushur me koshere bletësh, aroma e gumëzhima e të cilave dëgjohet ende pa hyrë në të. Mes punës së përditshme dhe angazhimeve të shumta, Xhemile Krasniqi sot është kthyer në një nga gratë më aktive në komunitetin e saj. Përveç bletarisë dhe aeroterapisë, ajo është pjesë e organizimeve kulturore, aktiviteteve për gratë dhe angazhimeve lokale në komunën e Obiliqit. Unë jam Xhemile Krasniqi, jetoj në fshatin Mazget, komuna Obiliqit. Puna jam që bëj është bletare, merrem me aeroterapi, merrem me shoqatën kulturore Tradita në komunën Obiliqit. Jam antare e KLSP-s, njëherët jam edhe këshill lokal e vetmja femër në komunën Obiliqit. Puna që du të bëj dhe s'du të nalem është ngris gratë në ato ide që ato kanë sa do pak të jem zëri saj, të jem forca e gruas, po dhe çdo grua në Kosovë. Nga tregtia, kaloi në bletari, fillimisht vetëm me 5 koshere dhe me shumë frikë nga bletët, por pikërisht aty filloi edhe ndryshimi më i madh në jetën e saj. Gjithçka filloi nga tregtia kur unë dola prej tregtisë në bletari. Fillova me 5 koshere blet, masanej fillova më shoqëtu me njerëzit, fillova në farforme me kanë ma shumë vetvetja, edhe mos më dorëzu, po gjithçka nga bletaria, nga tregtia në bletari, kam kalu falë një shokut që ai më ka bindë më marrë me bletën, nga një frikacake e madhe e bletës që më kanë. Sot jem adhurusja nështë ma madhe e bletës, sepse gjithçka kam fillu nga bleta. Gjithçka nga 5 koshere blet, për qenë organizat në shoqatën e Obiliqit, dhe me thonë shoqatën Minfa, kryetare shoqatës, masani kam kalu edhe zëri gruas në komunën e Obiliqit, pavarësisht moshave. Masaj kam fillu edhe shoqatën Tradita, tash udhëheq shoqatën Tradita, që është kultivimi i gjanave tradicionale, rujtja, do të thonë edhe kultivimi i gjanave tradicionale. Jam nashta shumë mirënjohëse që kam arrit me mri një farë suksesi me i bind gratë që ne dim duam dhe ja dalim vetë. Edhe suksesi më i madh të on besoj është kjo që kam mësu komunikimin me njerëzit, e kam zbut një farë mënyre gratë që të merren me aktivitete ndryshme. Kjo është që unë nuk të ndalem asnjëherë. Përmes punës me bletët, ajo thotë se fitoi vetbesim dhe vullnet për të ndihmuar edhe gratë tjera të mos dorëzohen. Shton se paragjykimet kanë qenë të shumta, sidomos në fillim. E di që kam qenë vetvetja, e di që kam familjar që më japin atë forcën, thonë mos u dorëzo. Pak i kam edhe në kryt fort që nuk dorëzohem, kur të mbetit ja dal edhe në bazë sakrificave që dalin rrugës, edhe përballjes me paragjykimet që kam pas në fillim shumë, po sot paragjykimet për mua janë në shkollë, se e di që kam rri dikon, kam bind shumë gra, edhe nuk nalem në farë mënyrë, e kam marrë si plus ato, bullizimin, edhe këto i kam marrë si plusa për mua. Zakonisht tek na bullizimin e bëjmë vetë na gratë për gratë, edhe paragjykimet e bëjmë vetë gratë për gratë. Asnjëherë nuk kam pas probleme me gjinin mashkullore, me mosha ndryshme, thjesht kam pas pe gruaja grus. Me thënë se kur ty të shet dikush që po hes në farë mënyre, heziton me dashje apo pa dashje me të stopu. Po kështu që unë kam gjetë forcën të familja, dhe kur i kam ra për toke, kanë thonë Gretu se ka rrugë tjetër, kështu që jam shumë mirënjohëse edhe familjes, po dhe shoqënisë që i kam krah. Se tash nuk mundna me thonë që jem krejt bullizues apo pa bullizues, po ka njerëz të mirë dhe ka njerëz që bullizojnë, po kjo është jeta që sfidon, po duhesh ta marrësh si plus. Krasniqi është përfshirë edhe në aktivitetet që lidhen me fuqizimin e grave dhe ruajtjen e traditës. Ajo thotë se përmes këshillave ka ndihmuar shumë prej tyre të vetpunësohen. Nuk është e lehtë të menaxhosh, po flas për veten, ti je një grua, një nën, një vjeher, një gjyshe, pavarësisht nga cila, nga familje, do me thonë nga qika apo nga djali ti është ajo që ti je nën, grua dhe duhet gjithçysh të krysh punët e familjes, obligimet që janë për këtë punën e punës që jam grua dhe ose jam gjyshe edhe duhet me stopu. Jo, e kam gjetë për krajen, shumë faleminderit për familjes komplet që i kam krah. Sipas Krasniqit, komunikimi e mbështetja mes grave janë thelbësore për të ecur përpara dhe për të përballuar sfidat që sjell jeta.
ata mu ma ka lehtësu shumë edhe trajnimet e ndryshme, si këshill lokal, si grua, si shoqat, si antare e KLSP-s, e KKSB-s, kështu që ma ka ndihmu shumë që kjo trajnimet me shoqata ndryshme, me njerëz ndryshëm, me mosha ndryshme, po që e kam gjetë ma lehtë tani vetën edhe të gra tjera për mi ngritë. Kam ngritë shumë gra jenë babletare edhe në komunën tonë të Obliqit, kam zgjedhë edhe shumë probleme përmes gjuhës, përmes telefonit e kam lujt një parole psikologët edhe përmes telefonit, kështu që jam shumë i njohur edhe njerëzve që ma besojnë fjalën edhe njerëzve që më përkrahin pa marrë parasysh në telefon apo edhe në rrugë edhe kudo që jam mjaft krenare që këtu ku jam. Për shkak rrethit shoqëror nuk duhet më dorëzu, po edhe për shkak familjes nuk duhet më dorëzu. Duhet flasim ma shumë, duhet komunikojmë gratë ma shumë me njëra tjetrën, kështu që unë kam pas një besim të vetvetja dhe familja, po që gratë që më kanë besu, do me thonë më kanë thirrë dhe kanë thënë mund na jap një këshill ose një ide, edhe falë kësaj na sot gjithsela gru e ka një farë mënyre sadopak një vetëpunësim të vogël. Kjo ka rëndësi. Fjala jam ka ndikuar shumë anë e banë Kosovës, kështu që jam shumë i njohur edhe njerëzve që ma besojnë, po edhe vetën që gjaj kohën me fol me to. Sot, planet e Gjemilës mbetën të lidhura me bletarin, punën vullnetare dhe mbështetjen për gratë që kërkojnë të krijojnë një rrugë të tyre. Planet e mia në të ardhmen jam të vazhdoj me bletarin, të jem zëri gruas që shkam qenë, me punë vullnetare apo edhe nëse donë Zotit na paguën ndonjëherë, po dhe me punë vullnetare, nuk e hezitoj asnjëherë. Tek aeroterapia, një fëmijët që janë me nevojat veçanta e kanë pa pagesë, me smundje jo të shërueshme, pa marrë parasysh fare. Kështu që suksesi jam është kjo që bëj, ndoshta vlerësohet më shumë puna vullnetare. Ti jem zëri gruas, mos ndalem asnjëherë. Ti jem model, ndoshta në Kosovë kem gra modele sa dush, po ti jem ndoshta pjesë që ati grupit model që janë, që mos nalemi, të përkrajmë gratë njëna tjetërën dhe të jem zëri tyne. Të jem një mënyre bashkimi gjitha grave. Të jem zëri grua se sot e dim që ka dhuna në familje, ka dhunë baza gjenore, ka ndryshme, kështu që të përkrajmë njëna tjetër s'pado krize që ka një femën. Nga 5 këshiret e para e deri tek angazhimi në komunitet, Gjemile Krasniqi tregon se një pasion i vogël mund të shndrohet në forcë për veten dhe për gratë e tjera përreth saj.